Përshëndetje dashur miq, mirë se vini me një herë në kuzhinën time. Sot kam një lajm shumë të mirë për ju. Kushta që njerëzit që duan të bëjnë dietë ose që merren me fitness nuk mund të shijojnë kënaqësinë e një akulloreje. Unë kam për ju një recetë shumë të veçantë sot që do të na bëjë që të shijojmë një akullore shumë të mirë. Baza kryesore është banania. Banania është e pasur me fibra, me magnezium, me potasium, gjithashtu dhe protein. Të shtuar si ingredient, do të kemi spirulinën, që gjithashtu është e pasur me protein dhe përmban hekur dhe shumë minerale dhe antioksidantë të tjerë. Gjithashtu dhe frutat e pyllit, por kjo është një plus nëse doni të bëni shije tjetër. Unë sot do ta bëj bazike me banane, protein edhe spirulinë. Proteinën, si gjithmonë, do të përdorim proteinën e muscle gainit. Unë jam e dashuruar me këtë. Gjithashtu, sipër mund t'i vendosim nga këto salsat shumë interesante, gjithmonë nga muscle gaini, me lule shtrydhe edhe çokoladë. E bukura e këtyre është që janë 0 kalori, 0 yndyrë edhe 0 sheqer, kështu që jemi super të sigurt. Muscle gaini got you covered. Këto do t'i shtojmë më vonë. Dhe le të fillojmë nga puna. Do të marrim bananet. Bananet duhet t'i kemi ngrirë, gjithashtu dhe frutat e tjera që mund të përdorni për t'i shtuar shije të ndryshme. Unë këtu kam përdorur 3 banane. I kam ngrirë më parë. Besoj se kaq është mjaftueshëm. Gjithashtu, do të marrë dhe një sasi, një maj luge, spirulinë. Marrim dhe proteinën. Ky është një desert shumë interesant. Unë po vendos t'i hedh pak më pak se një skup. E shtojmë. Dhe tani do ta grim. E vendosim në blender. Mendoj që ka pak nevojë për ujë. Shtojmë pak ujë. Dhe shikoni sa e bukur është. Krem. Akulloreja jonë është gati. Ta hedhim tek një tas, sipas dëshirës. Kujt tjetër i pëlqen të luaj me ushqimin, sidomos kur kanë këtë përbërje kaq kremoze. Nuk e di, është fantastike. Me të vërtetë ja u sugjeroj ta provoni se jo vetëm ka vlera super, spirulina është një superfood, hyn tek superfood. Gjithashtu dhe banania. Nëse dëshironi, në vend të spirulinës mund ta bëni banane me fruta pylli, është shumë interesante dhe ashtu. Unë tani do t'i shtoj ca fruta pylli. Për dekor gjithashtu, po dhe për shije se është fantastike, edhe 1-2 arra. E kemi gati. Unë do të zgjedh dhe të përdor çokoladën. Super. Po ju mund të shkoni dhe me lule shtrydhen, ka dhe disa shije të tjera shumë interesante, po unë preferoj këto të dyja, kështu që i alternoj.